Shikus të nderuar, sot kam nderin e veçantë që para jush në emisionin bashkë me Sali Sefin ta prezentoj doktor psikolog Nik. Mirë se erdhe në emisionin tim. Që vgjeta. Nik Gjeloshi ishte zavendës kryeministër dhe ministër i mbrojtjes në qeverinë e Bugushit në ekzil. Është ideator i shumë projekteve, sidomos në organizimin e referendumit dhe zgjedhjeve parlamentare prezidenciale të datës 24 maj të vitit 1992. Është nder dhe kënaqësi ta kam Nik Gjeloshin mysafir në emisionin tim. Nik, faleminderit që erdhe dhe je këtu në emisionin bashkë me Sali Sefën. Faleminderit i nderuar Sefaj për ftesën. Kam nderin dhe unë të jam mysafir në Syri TV. Duhet ta përgëzoj dhe pronarin e Syrit për këtë zotëri muslim për këtë emision që e organizon edhe me ju dhe për punën që bën në këtë medium publik që po më duket që është i vetmi në perëndim dhe duhet ta përgëzoj. Po unë ju e filluat prej qeverisë së ekzilit. Në fakt, qeveria e ekzilit është krijuar me 19 tetor të vitit 1991, pas disa veprimeve tona praktike politike që i kemi bën prej vitit 1990 e deri te krijimi i qeverisë, që unë në mënyrë taksative do t'i theksojsha vetëm. Njëherë u krijuar mbase humbem subjektivitetin ose ajo që quhet autonominë që kishim në ish Federatën Jugosllave në mars të vitit 1989, me njëherë filluan strukturimet, organizimet e popullit mbase u brakti çdo gjë nga pushteti. Serbia e Miloševićit mbylli institucionet, krijoi institucione serbe në gjitha nivelet dhe pastaj u detyruam që ne të krijojmë institucionet tona, që unë i quaj institucionet e shtetit ton, që do ta proklamojmë si shtet edhe me pas deklaratës kushtetuese 2 korrikut 1990, pastaj kushtetutën e Kaçanikut me 7 shtator 90, do të organizojmë dhe referendumin me 26-30 shtator të vitit 1991, dhe aty ky referendum dhe teksti i referendumit shtet sovran dhe i pavarur do të del përmes idesime dhe do të prandohet në popull dhe votohet, kështu që edhe me referendum ne shkputemi prej Federatës Jugosllave, prej Serbisë dhe fillojmë ndërtimin e institucioneve tona shtetërore në okupim. Ne kështu i kemi quajtur, kështu i quaj dhe unë dhe sot dhe atëherë, dhe ndërkohë krijuam edhe ca këshilla koordinuese 2 partive politike, krijuam dhe dokumentacione tjera dhe filluam me qeverinë që u quaj qeveria e ekzilit. Para se të vim deri aty. Po. Atëherë nuk ishte shumë parti politike të organizuara në Kosovë, por ishin disa këshilla që ju unanimisht në qeverinë në ekzil, siç e quajshëm ne atëherë, dhe qeverinë e Bukushit, u zgjodhët ministër i mbrojtjes. Një post shumë më rëndësi të asoj kohë. Sa ishte vështirë që të punojshti dhe si punove në atë drejtim? Pas referendumit kuptohet që u dash dalë. Te referendumit do të duni sqarim më vonë. Po, okay, mund ta bëjmë. Në qeveritë e ekzilit u zgjodha zavendës kryetar ose zavendës kryeministër që më vonë po u përdor në popull dhe me citil, sado që me kushtetutë të Kaçanikut e kishim kryetarin e qeverisë, zavendës kryetar, ministrat e tjera dhe ministër i mbrojtjes. Unë mora përsipër edhe ndërtimin institucioneve klasike që quhen, jo ndërto është dhe Ministria e Punëve të Brendshme e tjera, por kuptohet që me kompetencat veçanta si ministër i mbrojtjes. Ministrinë e mbrojtjes tash duhej krijuar
nga baza që nuk kishim as atë mbrojtjen territoriale që kemi pas si autonomi, ishte shkatru qysh vitin 82, Serbia përkatësisht Jugosllavia i kish bashku se ka pas dhe mbrojtje territoriale, ka pas armatim, ka pas strukturim, ka pas organizim gjitha fshatrat e lokalitetet që kanë ekzistuar në kuadër të autonomisë dhe kishim mbet edhe pa ato strukturime, kështu që fillimisht u dash që të fillojmë me strukturimin e aty e mbrojtjes që o quaj territoriale, tash të krijojmë shtabe që normal që është dashur kohë, edhe fillimisht me ka pak njerëz, këtë organizim e kanë filluar njerëz nga lokalitetet, koordinimi ka shkuar përmes qeverisë, fillimisht përmes LDK-s, derisa nuk kishim qeveri, për arsye se organizimet veç fillojnë në 90-ën, 91-ën, ne jemi në tetor atëherë që krijohet qeveria, bile unë kom vonesë në daljen jashtë, sepse nuk kisha dokumentacion për bashkëshortën dhe 6 fëmijë të mitur, më i vjetri ishte rreth 9 vjeç, edhe e kisha vështirë me gjetë një dokument që quaj pasaport për të dalë për jashtë, kisha vu dhe kusht se pa i qitë bashkëshortën me fëmijë jashtë, unë nuk pranoj me dalë vetë, ma mirë të burgosëm brenda, të veproj brenda, edhe përgjigje mund, sepse fëmiu nuk ka, por që vendit as popullit, edhe kështu që unë kishte disa javë që mu desht me lëviz derisa dikush na siguroj një pasaport prej një komune, dhe pastaj ke vendu dhe penda, si që dini edhe ju në hanë të Lezit, edhe kështu që ishte edhe vështirë me ka përcyje e me dalë deri në Shkup. Në Shkup, po se ish bloku çdo gjë, kështu që kom bërë një 2-3 ditë me dalë me familje deri në Maqedoni, deri në Shkup, pastaj prej aeroportit Shkupit me utu për Zvicër, edhe kështu që kom bri me një pak më kujdes për familjen, me lëviz në Sloveni ku ishte lufta në Kroaci, kishte vazhdonte. Lufta në Sloveni u kry shumë shpejt për 2 javë në korrik vitit 91, ndërsa në Kroaci prej korrikut dhe tash ishte në vlugun e saj, dhe në atë luftë ishin shumë shqiptar, ka mbi 2000 diçka 2200-300 luftetar që janë të evidentum, i përgjigje luftës në Kroaci, ikin nga armata jugoslave, dhe pastaj aty dalën shumë probleme. Une me qenë se këta të qeverisë 4-5 vetë dolen me njëherë, para se edhe mu shpallë qeveria, une vata autorizue me gojë Ramush Tahirin, një shok timin, edhe që edhe ju bo pjesë e qeverisë si minister i punëve të mërëshme, që të kontaktoj ushtarakt edhe të bashkojnë dokumenta që kanë ata letra, të ofron të dalin prej lufte e tjerë, edhe të vënë në disponim të Kosovës. Fillimi nuk ishte aq i lehtë. Si? Jo. Fillimi nuk ishte aq i lehtë. Ishte me janë të papërshkrueshme, unë po ka përcej kështu në mënyrë taksative, por janë çdo ditë atje shembull. Unë nëse shkoj me ble një bukë për fëmijë, qeveria veç i shpallë për jashtë, unë isha në për Kosovë, 2-3 civil hishin brenda, qyshin qa po blej, dhe dikur më thot rrugoha, thot apo të përcjellin, thot s'di kush se s'nifsha s'ken, kush po përcjellin, po shok ka 2-3 vetë mbrapa, të dyshim të s'pojnë jo asken, thot një është i joni, mos u po marak, një kishte qenë prej policisë përpashme që ka qenë, apo prej shërbimit tonë që o vunë disponim tash në kuadrë të LDK-s, por o vunë disponim ma u vonë edhe të Ministrisë Punëve të Mbrëmshme për disponim të popullit në fakt, edhe do më thonë për qele edhe një bugë nëse e vleshe, jo të tjerat. Shtu që për ata thash kom bo 2-3 ditë me lëviz dhe pastaj notën kom lëviz dhe për fat e kom gjetat pendën e hapur edhe kom kalu me thmije, me gru, pa më zonë askush, ose para në te, si të thojmë. Inderu, po këthejmë edhe njerë të referendumi. Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës atëre kishte paralajmëru se nuk mund të bëjmë zgjedhje prezidenciale dhe parlamentare në Kosovë për shkak të një problemi që ishte në kushtetutë. Atë problem e zgjedhët ju, sepse
atëherë ende në oficial ishte kryesia e Kosovës ende në funksion. Se përcaktuar kryesia. Si veprut ju, sepse jeni ideator i atij referendumit? Dakord. E para referendumi që unë e kam dhënë shumë shpjegime prej vitit 94, veçmes edhe pas luftës së ushtrisë shqiptare 98-99, kom shkruar rreth referendumit, rreth gjitha ato proceseve që kanë ndodhur atë kohë e deri te pavarësia 2008, por ne na doli referendumi me 22 pa ndonjë marrëveshje dhe na doli referendumi për të votu populli atë ditë me 22 shtator për të votuar Republikën kuadër Federatës Konfederatës Jugoslave. Dhe unë ndërhyna, e ndalova atë, anullova atë referendum, edhe ashtë tekstin shtet të mbahet referendumi shtet sovran dhe i pavarur, mbase e shpallem to si një rast incident, ose na ka kriju dikush tjetër, dhe e shtym e caktuar referendumin me 24 shtator për datën 26 deri 30 për shtetin sovran dhe të pavarur. Tash, pas referendumit, dhe ashtu votoi populli 99% prej 77.8% sa ishin shqiptar, 99% votuan për, kështu që ne pastaj bom edhe... pati sankcione? Po, pati probleme, pati në disa komuna, bje fjallën në komunën e Suaregës, nuk e harroj asnjëherë, mbrana një ore deri sa unë njoftova edhe Rugovën, atëherë ishte kryetari i LDK-s dhe kryetari këshillave koordinuese, që i kryem dhe këshillat koordinuese dhe ato dokumente bazë i shkrova une për t'i lëviz proceset, nuk ma kundërshtuan, sa po isha të njoftu se unë dhash urdhën për të anulluar referendum dhe referendumi duhet mbahet me tekstin shtet sovran dhe i pavarur, argumentimin e tjera, dhe në erdhi informata se bje fjala në Suareg, nuk do të harroj një emën, Besim Dreca, i cili nxinet me një 500 flet votime të asaj date 22 shtatorit, dhe torturohet, pastaj dënohet një 2 muaj, sa di ma vonë, po atëherë kom dalun për jashtë në qeverit e ekzilit, po ai Besim Dreca pastaj ka bën një atentat ndaj një polici që i ka ushtruar dhunë atë ditë me 22 shtator dhe ndërkohë është vrarë. Ka pësue Besim Dreca, kështu e di historinë e tij, po edhe në për komuna tjera e nxon disa flet votime. Po atë ditë me 22. Tash ne u anulluaj, e shtym për datën 26-30, me 24 shtator e shpallem se referendumi mbahet për shtetin sovran dhe të pavarur me datë 26-30, dhe tash sipas kriju me qeverinë, sipas kushtetute, kishim obligim brenda 6 muajve me mbajtë zgjedhjet. Dhe ato zgjedhjet që quheshin plurale ose shumë partijake, kishim kriju një 5 parti politike në Kosovë post LDK-s, e cila LDK në fakt ishte një lëvizje, ishte krejt popullin në te, po tash nga i popull dalshin, ndërta dolen, një pjesë dolen edhe në Partinë Shqiptare Demokristjane, ku tash unë jam njeri prej themeluesve, në fakt edhe hartuesi aty në dokumenteve bazë, programi, platformës politike, statutit e tjera, ku pata shkruar në atë program se ne jemi komb, jo pakic kombëtare, se ne jemi, kjo parti shtrihet gjithku ku ka shqiptar, jo veç në Kosovë, po kudo në botë, dhe krijuam edhe për jashtë SADEG, dhe si opcion tretë, se nëse shkatrohet Jugosllavia, kjo parti angazhohet për bashkim kombëtar, kështu që nuk u regjistruam atëherë në Federatën Jugoslave dhe ndaj me u nis procedura, ose u procesova juridikisht, nuk di sa jam dënuar e tjera. Po, u regjistrua atëherë? Në Beograd, jo. Ne veprum jashtë se nuk pranuam, unë spranova mu hjek ato 3 nocione, me përkrahen edhe antar tjerë të kryesisë, post 2-3 vetëve, me përkrahen edhe masa ose antarësia, kështu që mrena 2-3 muajve... Ku registru, sepse ka dokumentet sakta? Masi e kryum në qeverinë e ekzilit, dhe në janarin e vitit 1992 u regjistru si parti që vepron legalisht në kuadër ligjeve të Kosovës, të Republikës Kosovës. Kështu që ne kishim
obligim që mbrana 6 muajve të organizojmë zgjedhjet dhe tash, diku në prill, fillimi i prillit, unë e pyesat ministrin e drejtësisë, mbasi vi prej një aksioni që shpëtoi disa luftëtarë shqiptarë në Kroaci në përmale që kishin me parë aty me forma të ndryshme dhe ishin destinuar për të sakrifikuar, i shpëtojnë nga atje, ju siguroj letrat e udhëtimit që mi sigurojnë qeveria kroate përmes zëvendës presidentit të Kroacisë, që kisha edhe profesor gjatë studime, kisha dekan dhe mentor, dhe një njeri jashtëzakonshëm që ishte zëvendës i Tuđmanit, dhe tash unë vi në Sloveni ku ishim stacionu, s'pe thom vendin me qëllim për publikun, base në për libra shkrime dihet, e kom publiku dhe e takoj këtë ministrin e drejtësisë dhe thom çka më bëhet zgjedhjet se kisha në kokë që po afrohen mujt edhe ne duhet mu përgjigj sipas kushtetutës dhe mbi gjitha nëpërmjet që u thosh se ne do të bëjmë edhe zgjedhjet, ne organizuam referendumin dhe u shputëm prej Federaciјës Jugoslave, Serbisë e tjera, ne do të ndërtojmë shtetin tonë, çka po na ndihmoni ju e tjera, kështu që edhe këtë obligim që kisha deklaruar ndërmjet, sidomos në Austri, në Vatikan edhe në Gjermani, tash e shoh që kemi obligim. Ai më thot, jo, Akademia e Shkencave thot s'mund të organizohet kur farë zgjedhje nuk mund të organizohen sepse kushtetuta e ka përcaktuar atje në 107 deri 111. Edhe atëherë i kushtetutës, ajo kryesia ishte prej 6 anëtarëve, ka mbet ashtu, mirë po ne mbase e ndruam me referendum, e krijuam shtetin, atëherë ato për mua ishin punë e lehtë. Edhe thonë, po kjo është punë e lehtë, çfarë referendum s'len Miloševiqi, nuk mund me organizu, kështu që po mbetemi kështu edhe pas zgjedhje. Edhe pa president e tjera, dhe unë aty për aty vjen ide dhe hudhi thonë, po kjo është punë. Me një amandament kjo është punë e lehtë, ne bëjmë shtetin, një amandament i bartën kompetencat e kryesisë se Republikës i bartën presidentit, edhe që kemi president, dihet që i president atëherë duhet zgjedh Rugova, s'kishte tjetër, edhe që ishte lider edhe i LDK-së të tjerë, edhe kështu që edhe zgjedhjet plurale, tash se shumë parti me i fut njerëz, edhe i futen, fituan partit politike diku tjerat pos LDK 17 vende, dhe u caktuan zgjedhjet për datën 24 maj vitit 1992. Se nuk u majtaj parlament asnjëherë? Nuk u konstitu parlamenti, pas atë zgjedhje. Nuk pat asnjë tundim. Nuk u konstitu, kom insistuar mjaft, bile kom pa bisedue, që ma në fund me improvizu disi, edhe me thonë që u konstitu, edhe me nxjerë, me improvizu edhe me nxjerë që u konstitu parlamenti. Dhe kur ti e ke konstitu parlamenti publikisht, ose publikisht, atër ke çdo gjë legjitime dhe pastaj me nxjerë një qeveri prej atij parlamenti. Kështu që ne na dështoj edhe krijimi i konstituimit parlamentit, po tash vazhdojmë me dështue krijimi i qeverisë, që duhej qoftë me mbet ajo që ishte, mu refreskue që kishim projekt ose plan, edhe pa u formu qeveria se kush do të vijë kur të bëhen zgjedhjet, kush nuk do të jetë e tjera, qoftë edhe për shkak se duhej pas zgjedhjeve do të del një qeveri ndryshe. Ose e njëjta, ose disi mu verifiku, nuk ndodhej as kjo. Kështu që na fillun probleme ndryshme sikur edhe me shumë tjera. Si ministri i mbrojtjes e fillove me 23 mars 1992 në selinë e shenjtë në Vatikan keni dorëzuar kërkesën për pranimin e Kosovës shtet. Dhe u pritët në një zyrë ku në atë zyrë pritën njerëzit me renomi dhe njerëzit shumë të rëndësishëm të shteteve të ndryshme. Ashtu ma ka thonë dhe sekretari i shtetit, kur ka marrë vizit, në fakt, unë kom qenë dhe ma heret në Vatikan. A në përshkun që ka ndodhi? Po, edhe ma heret, edhe ma heret kom qenë edhe me presidentin Rugova, që atër ende nuk ishte president, kemi qenë bashkë e tjera, kemi kemi marrë mbështetje, kemi taku edhe qeveritare, parlamentarë të ndryshëm të Unionit Evropian,
italian që kanë qenë shumë mbështetës në kauzën tonë, dhe tash në une, kur dole jashtë, me që se kisha problemet e shumëta edhe rreth mbajtjes për kujdesit për familjen, që nuk ndodhin nga ona qeverisë, edhe kishta probleme edhe për ndërtimin e institucionit, në këtë rast Ministrisë së Mbrojtjes, sepse duhet lyp njerëze, duhet gjete, duhet strukturue, duhet poshtë shiqu qa po veprohet atje në Kosovë e tjera, dhe unë lëviza në 3 rrafshe. Një, mbase kisha kryu misi në disa vende që ishin kyqe për mbështetjen e pavarësisë sonë, ose mbështetjen e krijimit shtetit dhe shkputjen krijimit shtetit tonë, unë veprova në 3 rrafshe. Një, dhe ndërtimin institucionin këtë rastet Ministrisë së Mbrojtjes, në tubime masive në për gjitha qendrat evropiane të i fillua dhe prej Zürichit, Vjenës, Münchenit, Belgjik, Bruxellit, deri në Florida, New York, Detroit e tjera, kështu që dhe në diplomaci, sepse tash me që askush nuk pranoj këtë qeveri, nuk dife qeveria, ekzistë si qeveri, ndër shqiptarë ndihe e tjera, po ndër subjektet ose shtetet perëndimore, askush nuk njeftë. Mu, kur kom ardhë, me sado me ato ditë vonesë, unë jam pranu me njëherë prej kroatëve, deri te presidenti Tuđman, dhe kom kërku që ato ndihme, plus e kom ndihmue edhe Kroacin, ja kom zgjedh problemin e pranimit nga ona e Shqipërisë, sepse në janarin 92, kur arri unë në atë vizitë edhe të zavendës presidenti i Tuđmanit, doktor Bilan Gjigji, që e përmena ma herë që ishte edhe profesorimi dhe dekani tjera, më thot për Shqipëria njësë ka pranu, po si ka do vrejtje rrëth nesh, rrëth do marrëveshje që ka pas më parë, ato Shqipëria të mundë, ato do e kry dhe për fat e kreva shpejt. Kështu që lëvizra edhe në sferën diplomatike, në për shtetet të ndryshme dhe ku më dhashin preferenza që dush ta kosh edhe diket tjetër, dhe lojsha letra, lojsha dokumente për ndihmen e tjetër. Të përqendromi direkt në pyetje, lutem, sepse veprimtaria juaj është aq e gjatë se është e pamundër më përfshin në një mision. Si reagoi Selia Shejt kur jush u takuat? Ne tash jom zyrtarisht, kjo po quhet zyrtarisht si nënkryetari i qeverisë, mbase ministrin si ministër nuk e përdorshim në publik, dhe unë pranohem dhe kom një kërkesë, shkruaj një kërkesë për me na pranu Vatikani ne si shtet, mbase kem shpat. Atëherë 92-ën. 92-ën me 23 mars, është 23, po ashtu është, dhe e jap kërkeset e tjetër dhe tash pranohem si që theksut ju në një zyre që unë kisha pa vetëm në për filme edhe pak sa me fasonë dhe ma thotë sekretari shtetit këtu thotë du të them se këtu hyn njerëz të rrallë dhe ma përmend një emën të një njeri që ishte ndër fuqit atëherë të kohës, ndër 3-4 fuqit e mëdha botërore dhe thotë prandaj du ta dish ku ke hy edhe pse ti hyn këtu. Kështu që kemi gjetë mbështetje prej Vatikanit në çdo gjë. I shkruaj pastaj po atë javë, i shkruaj Nën Terezës përmes faksit, sepse kisha informacion që ishte smut në Rom, dhe i dërgoj një shkresë përmes faksit që ajo ku të mundet ta thotë një fjalë të mirë për ne, për shqiptarët, për Kosovën. Mbas ajo kishte kontakte me udhëheqës të ndryshëm të botës, kishte ndërhyje edhe në pajtimin e mes Irakut dhe Iranit, dhe ja theksoj dhe ato, dhe një fjali që atje që kom theksu në një liber, Kosova 99 as Republike Proklamuar, as autonomi imponuar as Republike Proklamuar, kështu që papa mas një 10 ditëve, papa Gjon Pali, që ka qenë miku i parezerë i ynis, si popull dhe ne që na ka njoftë ose pa, edhe me shtetë, veç mas rrugoven, e ka dashtë dhe ka afru shumë, e thot një fjali timin të asaj letër që i qoj Nën Terezës. Nën Tereza ma vonë mas 2 vjetëve tjera,
edhe presidentit Amerikan Clinton ja thot në lutjen e mëngjesit një fjali për Kosovën, edhe mbase është edhe rrugova aty, thot, ta përkrahni këtë literin tim me tjera, kështu që kanë divizionat, por këto nuk kanë që biseduar. Po. Rrugova pritet në Vatikan në mënyrën më të lartë. Edhe pse s'ka qenë ofisë zyrtare, por janë prit, ne i kemi bosi zyrtare. Ka pritje edhe shumë të tjera. Por Vatikani se njeh Kosovën, çka është kjo punë? Ku problemi? Vatikani se njeh, une me 25 vjetore 2017 ndër të tjera, ka probleme janë tonat. Nuk janë probleme Vatikanit, nuk është probleme të Vatikanit, është probleme të ne. Ne, bas pari, edhe pse është dasht lufta, pa luft, nuk e mund ta kemi pavarësinë, edhe pse janë mbështetjet hap pas hapi të çdo gjoje për mbetësinë tonë, pa luft s'ka bo, u sakrifiku populli, thuja çdo familje tjere, ranë sa heroje tjerë që ishin dhe miq dhe shok dhe bashkëpunëtorë të mitë, bashkëveprimtar, tjerë të i marë të gjithë me emen, po prej Jasharve, po Ladroci, po Berisha, Bekim Berisha, po tjere, po Qeku, Sali Qeku, po Agim Ramade, po si cili që të marrë, që i veprojshin bashkarisht, dhe erdhen deri te 2008 me shumë mbështetje të miqve, edhe për hir të sakrificës dhe për hir të atij referendumi që ishin shkputur dhe me referendum. Por Vatikani ne nuk vepruam si duhet. Ne në ndërtimin e shtetit fillum në vend që të krijojmë një shtet funksional, një shtet demokratik që ka rregulla, ku respektohet kushtetuta, ligji, aktet normative, ku respektojnë kriteret e demokracisë, ku përfaqësimi në pushtet bëhet për gjitha grupacioneve, jo për një grupacioni, shembull po marrim që ti ke fitu vota se ke arrit me krijuar ma shumë njerëz, po marrim si shembull subjektin tonë politik, edhe tash ti duhet ta kesh s'mundesh me pas ashtu. Në një vend aq të vogël, në një vend që po tendon me qenë demokratik dhe duhesh të jesh demokratik, në një shtet që i ndihmu dhe prej miqve për të kriju, duhesh me qenë shumë shtet i drejtë, duhesh me vepru shumë drejt, edhe pastaj ke mbështetjen edhe tjetër. Dhe në Vatikan, dhe këto me ta rumbullaksu, nuk janë dërgu njerëz që duhet se ka kontinuitet në politikë. Po pse s'keni ndihmu ju në drejtim? Unë s'ko mujt me ndihmu, unë kom ofru ndihmë, s'ko mujt me ndihmu. Sepse nuk është tjetër të ofrosh ndihmën e tjetër që të merresh vesh për të ndihmu. Sikur bie fjala ishte rasti edhe tash në këto zgjedhjet e fundit e tjera. Ne mos të kthejmë, po shkojmë atje. Lidhmi në pyetjet lutem. Sepse prej 92 deri në 2008 është derë shumë gjak. Më tregon 92-ën në 10 orë të vitit 1992 ishte planifikuar ose një masakër e madhe në Gjakovë. Ju ishit të informuar edhe ju sa unë kam njohuri keni qenë personazhi kryesor i cili keni ndalu këtë shkatrim të qytetit edhe masakrën ndaj popullsisë në Gjakovë. Si ishte ajo edhe çka? Ka erdhë dhe si ndodhë, që ashtu, plotësisht e sakt, e drejt. Po, unë isha në mbase lëvizsha prej Austrije, ku i strehova familjen atër edhe gjeta ndihmë për t'i mbajtë e tjera, lëvizsha Austri, Stuttgart, Zürich, dhe lëvizja për t'i taku edhe ushtarak të ndryshëm për t'i sistemu e strukturu e tjera. Jom në Stuttgart. Diku është në mes dy festave, po është diku ka fundi i vitit 92, do më dhetorit 92, do shta 2-3 ditë para vitit 3, dhe unë jom në Stuttgart, takoj Sali Qekun me cilin i bisedojsha gjanat në përgjithësi si po shkojnë fund tona rreth sistemit mbrojtjes së aksioneve të ndryshme tjera. A ishte një prej koordinatori kryesor që i kish fillu edhe me ato dy grupet e para që shku në Shqipëri në tetor dhe nëndor të vitit 91 dhe bisedojmë deri vonë në mesnat, më përqelaj në një hotel për të pushuat natë dhe pas pak kërset telefoni thot me thiren prej Gjakove
dëshkan të bojnë një aksion me ekzekutu sa police, ushtarake e tjerë, se ishte kazerme e ushtrisë atje Gjakov, e Serbisë. E kush i ekzekutu? Shqiptarët tonë, do më të organizimit të mbrojtjes. Me bon një ekses, me bon një terrorizm të vogël, me dhonë pretekst Serbisë ose Miloševićit për... Një akti pa matur që... Pa kur far efekti, pos për ta dëmtu popullin edhe për të kriju mundësi Serbisë me bo ajo që quhet spastrim etnik, ose hapjen që më vonë do quhet... Po, me jadon mundësin për të bo, ato i kërkonte ai vazhdimisht, edhe me hap ajo që më vonë do quhet plani Patkoj. Për spastrimin e 70-75% shqiptaru kisha këso informacione, kishin edhe shtete teknike, edhe mirë po atë not ndodh kjo, edhe thom jepe telefonin edhe të më thrasin mu. Me thret dikush që për mes inicialeve e kuptoj kush është, sa i kishte një dvetin për jashtë, edhe pys koke, ma jep inicialet, kuptohem se kush është ai, më tregon, thot po, thot, në Shqipëri, thot, ne të kemi prit gjatë festës, me 28 nëndorë kom qenë në 92 në fest, që pa të organizu presidenti Berisha, dhe në pastu dhe ne, ka qenë dhe presidenti Rugova, Anton Qeta, pastaj dhe të tjerë dhe unë, dhe edhe kryeministri që kishte ardhur prej Gjermanie, Bukoshi, dhe unë prej Austrije, unë kisha qëllimin mu taku me ata njerëz dikend prej Kosovë, që me po qka kanë punu, ata kanë armu, se më kanë kontaktu, sepse ju o thonë si s'jam aty, po si fundi është dhonë urni që ta bojnë një akcion edhe të shpërthen konfliktin e Gjakov, e që ky konflikt kishte këto pasoja që po. Edhe pastaj i thom une, atë smuni me po, ju Rubikoni, ashtu si e kom theksu edhe në një liber, Rubikoni nuk ka përcet, ju nuk gëzoni me bo, dhe ata respektojnë atë vendimtimin, përndysh do sankcione i përmendun, ndërta dhe tradhtin, por si fund ata thonë jo, ne jemi konsultu, na është thonë që pa lejen e juj nuk gëzoni me vepru asgjon, ka thonë dikush prej Kosova atje, dhe i pysa, dini zoti shpisë që në këtë rast ishte presidenti Rugova, thotë zdin asgjon, pa të zdi une, që shmune ju me vepru nga një urë dhe dikuj tret që s'ka të bëjmë me këto punë, edhe kështu që unë ndërprej dhe shpetun. Ishte plani për të bërë rafshu si kur Vukovari, shumë kush e din si është rafshu Vukovari në luftën e Kroacisë me Serbinë, Serbia si e ka rafshu, por ku kanë radhë shumë shqiptarë tonë që une kom takue njerës që kanë shpetue nga luftën Vukovar, dhe vraheshin diku rreth gjysma popullsisë që i përbënte diku 70.000 banor, brenda 24 ore. Pse? Sepse Serbia kishte arrit të bi armatimin nga Rusia, folej në përqarshit të ndryshme, shkrushin disa gazetat e jashtme se në për Adriatik po qonë në Jugoslavi, në Serbi, Rusi armatim, po informatat kishin arë se ai armatim ka shku në Kosovë. Dhe atje ka shku diku në atë kufinin ku ka të bëj me Shqipërinë, që në fakt ishte Gjakova. Dhe kështu që shpetojnë ata, dhe pastaj edhe më falenderohet dhe Rugova ma vonë, më falenderohen edhe Gjakovarët edhe gjatë para luftës, po edhe ma vonë pas luftës, që kom arrit që dhe unë jam shumë, si të them, kom qenë i gëzushëm ose krenar, që kom arrit me pengue një masakër edhe një hapje të hershme të asaj që o qujt plani Patkoj i Serbisë, dhe si kur në ndodhi në 88, ju kujtojt në 88 që në ndodhi dhe tjera, dhe pse ishim shumë më të përgadit, në atërës ishim kërku. Në asë kishim njerëz as armatim as tjera. Një veprimi pa matër ka mund për me... Kem mujtë na me humë me ka krejt. Kështu që kemi shpetu dhe janë falenderus dhe unë kom qenë gjithmoni i lumdun dhe krenar që u arrit, që kom qenë në mundësi për ta, edhe që më kanë dëgju edhe ata djemë e tjera. Pasi që keni qenë pjesëtar i qeverisë në ekzil, kishëm dashur për shikus tonë diçka të na thush, edhe pse di që nuk e qenë direkt i involvum aty, por kisha dashur të na thush diçka për 3%, por edhe ma vonë 98-ën, kur
shpall edhe fondi për gjithçka për pavarësinë e Kosovës. E drejtë. Po, mas pari, para se të krijojmë qeverinë, para se të organizojmë dhe referendumin, ka lëviz ideja që jashtë me kriju një fond që o quj gjithkombëtar. Në për organizime që i kishte kriju e LDK-ja dhe disa parti tjera politike, me u organizu dhe me kërku kalnimi franga, marka, dollar, çfarë do qoftë, të çdo të punësumi shqiptar i Kosovës që është, në të cilin fond solidarizohen të gjithë shqiptarët, edhe nga Lugina Presheves, edhe nga Maqedonia, edhe nga Malizi, Mirë, po ata nuk kanë qenë të obliguar. As pak të obliguar, të gjithë kanë hyrë edhe në këtë sistem të ndihmës financiare, po edhe më vonë kanë hyrë në sistemin e mbrojtjes, në sistemin që unë e kam kriju për mbrojtjen, apo kur t'i vje koha për luftën, që duhej shpërthyen e të gjitha trojet etnike jashtë Shqipërisë, shtetërore, shtetit Shqipërisë, kështu që ishte kriju një fond i madh, pastaj krijohet dhe fondi 3%, po ky fond një mishi, këta qeveritarët 4-5 veta, sa po kanë ardhë, i kanë marë, janë zgjedhë në parlament o shpallë, në parlamentin që ishte në ekzil, që u formu qeveria dhe dhonë emrat e tjerë, këta i bashkojnë ato fonde prej këtyne njerëzve që i kishin fut në banka e tjera, që ishin koordinatorët aty në fondove, që të LDK-s, të partive tjera, si në Zvicër dhe në Gjermani të dy qendrat ishin qendrat më të mëdha atëherë, edhe i bashkojnë ato para, janë bukur shumë para, dhe ato i ndajnë në mes veti. Kështu që, kur erdhën e paksa javë me vones, nuk gjeta kur gjo as për familjen time. Kadal, këtu më falë pak. Po. Kemi të bëjmë me fondin shtetënor, që është kriju, është bë prej njerëzve të punëtorëve. Për shtetin, për të ndimu shtetin. Për të ndimu ndërtimin e institucioneve shtetërore. Për Republikën e Kosovës, sidomos 3% që ka qenë për arsim. Edhe 3% për të gjitha. Mirë po, si mund të thoni një ndo privat ato për vetë? Ashtu ndodhi se kur erdha, unë e i pyta. Edhe, thëmë, shka ndodhi kështu? Po, ku ka parë, unë ka marrë me familjen, më duhet financu familje, Bukoshi kishë siguru për veti edhe shtepijet e tjera. Por tu është për pare të madhe, po plasëm, jo për familje. Dakord, po për të bajtë familjen, pas pare, a duhej. Pastaj për institucionin, pastaj për veprim, levizjet e tjera, dhe sa po vi, s'ka parë, çka ka ndodhë, edhe është bërë ndarja kështu, po tash deri sa 3% që e mushi fondin ma vonë e tjera, po tash edhe se u mush fondi, ato pare levizën pa ndonjë kontroll prej qeverisë, pos prej 2 personave, që quhet një kryeministër dhe 2 ministri financave. Kështu që edhe në atë periudhë unë u kurzoha me një që se kom princip për të thonë, unë ja kom pa thonë atëherë president Rugova për çfarë arsye, por u kurzoha ka pare, po ti po e ndihmon këtë, ti po mbështet këtë. So kanë qenë transparente këto fonde? Nuk kanë qenë transparente, unë e di shumën ma vonë, sepse mi kanë dhënë njerëz që kanë punue në ato fonde e tjera, por kanë qenë shumë para, ta them shumë para, ata kanë financue këto arsimin, shëndetësin, diçka atje në Kosovë, po institucionet caktume, po edhe kanë financue edhe. Po ato mjete kanë shku direkt për mes prezidencës, apo që nuk ka mund? Sepse në Kosovë ka vepru edhe një komision për ndarjen e 3%. E di edhe i kom njoftë gjysën aty në antarët komisionit, edhe kanë pas dhe ata vrejtje, ka pas dhe publike vrejtje, po ne shumë, jo, po këto gjona ne si kemi folë në publik, ne kemi folë në njërë. Mu më bjen keq, shumë konspirative, edhe është dasht edhe për hirë për shkak të popullit, i cili kishte një besim të madh, dhe ashtu ishte rreshtue në mbështetjet krijimit të institucioneve shtetit dhe të pavarësisë së Kosovës, të krijimit shtetit Kosovës, që ishte rreshtue masovikisht. Çdo njeri
kontribonte në një mënyrë ose tjetër për ndërtimin e shtetit, që unë kom pas rast të takoj si në Kosovë si jashtë e tjetër, masovikisht njerëzit, por edhe e dyta nga se ne ishim të okupum, nuk mund të folshim çdo gjë, por folshim me zveti, si ta zgjidhim, çka të bëjmë e tjera, edhe lëvizim. Edhe për fundin gjithçka për pavarësinë e Kosovës, që ishte fond që duhej direkt të mbështetet lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Një premtim të tillë kam marrë edhe në Tiranë, dhe kur jam kthy në Berlin, ju kam thënë të gjithë njerëzve se dhe kredi duhet të hini, por të grumbullohen të paguhen që kanë qenë me vlerë që me vlerë. Edhe ato mjete nuk u ndonë ashtu si duhej. Sakt, edhe unë kom taku shumë njerëz që kanë hyrë kredi, kom taku shumë njerëz që kishin pasuri të mëdha dhe ma thoshin shpesh bile të japim ty se mbase s'po të financon qeveria, do edhe ma mirë ti e bën diçka për luftën e tjera, dhe unë i orientojsha te ministri i financave, kanë dhonë edhe kredi kanë hyrë njerëz, por ato pare kanë lëviz në për ata njerëz. Ata i din ka i kanë lëviz, unë di një gjonë, që në fund kur o krye lufta e tjera, unë kom pas informacion se jonë keq përdor 100 miliona, jo 10 miliona, po 100 miliona. A mendoni se duhet që dikush nga prokuroria të hetojnë? Nuk kanë vepru, unë e kom bisedu shumë herë gjatë këtyne viteve, sidomos mas pranimit shtetit të Kosovës në qeveri e tjera, që duhet me hap procedurën, me shiqu që ka ndodhë edhe me fondet, po edhe me tjera gjona, ose me hap edhe trujeza shkencore, me i shqyrtue shumë veprime praktike politike të kohës, edhe me i vunë vendin e vetë, ashtu si e në vepru, që ishte mirë, qëfar ishin pasojat për të keqë, të keqe pasojat, njërë që me ju shërby gjeneratave në tashme për të mësue diçka ma shumë, për mos bo gabimet që ka mujt me ndodhë të kalumin, ose ka ndodhë, por nuk është vepru, por ata jom orientu pastaj edhe në publikimin vete përmes shtypit, librave e paraqitjeve të ndryshme. Mirë, po asë nuk i kaftu ndonjëherë për një që të mbetën në për arhiva, të mbetën në për di, po, dhe kështu ka lëviz kjo. Kur ishim të kjo për shkak kohës të shkurtojmë pak. Po, okej, deshta ndërhy pak të problemi i atje i Gjakovës që ma thatë, edhe të ky që i deshti me shpërthy po fundi i vitit 92, unë takoj një mikun që ishte mbështetës, i huj mbështetës kryesor për pavarësinë tonë, për mes një lidhje, kuptohet preference, dhe pasi me pyjtë se qka kërkoj unë, sa do që aje dite, qëfar ndihme e tjera, më pyjtë, thot mirë, ti sot je këtu të unë e ullur. A ti e ministri mbrojtjes, apo? Thëm, po. Se këto se hapshim na, po dikush e dike, edhe prej miqve. Edhe thëm, a mund ndodhë që ti je ullun tu dhe sot këtë moment me ndodhë lufta, me shpërty lufta në Kosovë. Thëm mundet, si mundet me ndodhë? Thëm mundet për arsye se Serbia ka okupu çdo gjë. E ka policinë, ushtrinë, atë sistemin e sigurisë, ka marrë administratën, ne jemi të okupuar, ne po ndërtojmë shtetin jashtë vendit. Edhe jashtë atij shteti okupues. Prandaj ato mundet me shkaktu kur do në Miloševići, kur do në Serbia, dhe mundet me ndodhë eksesi. Si për që di, ai ekses veç dashti me ndodhë në fund të vitit në Gjakovë. Edhe këso gjonë. Dhe pastaj mu dha mbështetja, thotë okej, do të kesh, dhe ma jep shembullin. Ne dintin ishin në luft dy republika atëherë, ishin ende në luft me Serbinë, me Jugosllavinë, dy republika të ish Jugosllavisë, dhe thotë, dy javë po e shpërthy lufta, ka qenë përmes preferences X, ky njeri që ish ullhesi njeni prej shteteve që ishin luft, dhe thot e njef, thonë përmes televizorit e njef.
E përmendet Edhe e kom pyet, thot, e disha kur i shpërthej lufta, thot kemi garanca. I ka shpërthej lufta si e marr moment. Normal. Edhe po merret edhe sot. Ti ke qenë i sinqert dhe ne do t'ju ndihmojmë. Por edhe ju duhet t'i bëni detyra që normal kishim na detyrat. E përmendet shëntërinë e saj Nëna Terezë. Po. A keni pas fat që të takoni personalisht? E kom takuar prej 79-ës, 79-ën, 81-ën, po, disa herë kom taku, edhe në Romë kom taku. Edhe më në Po. Ajo ka ndihmu dhe ka dhënë atë që ka mund. Po nuk kom bo asni foto, s'kishim aparate atëherë e tjere, asni foto me to se kom kurrë tjetër. Nuk është me rëndësi, ajo po për mua është me rëndësi. Në Shkupe kom taku po ashtu të Për mua është me rëndësi kontributi i saj, sidomos takimi me Bill Clintonin. Por, po kthehemi tash pak në temë. Ajo ka pas princip, sepse shumë fjalë po flitën, po nuk kanë rëndësi për publikun shumë, sidomos për ne që dojmë të dimë disa gjëra. Ju si Ministri i Mbrojtjes keni kontaktu shumë me organizimet dhe grupet që kanë qenë të formuara në Mërgat. Si ishin marrëdhëniet e juaja dhe a u njihshi ju si ministri tamam? Po, jo vetëm që njihesha unë, ata kisha taku edhe përpara se me formu qeverin, kene ofru shumica që i janë qujt njerëz lëvizje dhe të burgosur politik, pa të hyjë edhe në LTK dhe ju pa të hap dyrt edhe në LTK, do thotë kene ofru, pas u kryue qeveria dhe tash dhe ministria, edhe unë i kom sistemue, më kanë pruhe kom me dëshmi me letër, një organ të veçantë për veprimet veçanta është qujt, kom marrë listën e tyne që mi kanë dhënë udhëhesit atëhershëm të lëvizjes popullore, kom kontaktu vazhdimisht, jom kontaktu me ta, kemi bisedu, kanë marrë detyrat caktume, njeriu kryesor i cili ka qenë kontakt kryesor dhe i besueshëm i imi dhe unë i atij ka qenë Femilla Drovci, pastaj edhe me Adem Jasharin, pastaj në grup si ekip kryesore, po e thom Bekim Berishën i cili ishte në luftë Kroaci dhe i cili ka bën mrekullinë e Kroaci, domthonjë ka bën më shumë ai luftë se sa vetë kroatët për Kroacinë, i cili më vonë hynë edhe në Kosovë, gjithta i kom strukturu unë, kom kriju grup Femiu me Haradinin, sepse kërkon edhe Femiu që unë t'jap mendimin e tjerë, dhe kështu që kemi vepru bashkërisht. Dhe fund, edhe kur shpërthej lufta, mua kom thonë që kur shpërthej lufta se këtu në sistem nuk po funksionon si duhet, o pa që ne nuk jemi të imujt me ndërtue institucionet si duhet edhe me nis luftën, kështu që pjesën e nxitjes së luftës e ka marrë ky segment. Edhe unë i kom mbështet, ju kom dhënë dhe emrin, kur shpërthej lufta duhet të ketë emrin ushtri qëndrimtare, sepse s'ka ma teori as për Ministri Mbrojtjes, as luftës, as kurfare, s'ka ministri, ka ushtri. Edhe ajo që është e sistumume, fuzionohet edhe jeni dëshmitar i shumë shkresave, jeni shumë dëshmitar i shumë shkresave, që ma vonë u konstatua se me shkresa, me pacifizëm, nuk arrihet liria, dhe... Tu s'jemi të akord. Por me shkresave ka arë mbështetja çdo gjë e tjetër. Unë e di atë, mund të thonë ju veprimin tuaj, por shkresa krijimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot ishe në Serbi. Jo. Ushtria shqiptare e Kosovës është produkt i veprimit. Po ju s'keni pas atë ndikim të ushtria shqiptare e Kosovës. Qysh s'ke pas ndikim? Qysh nëse jo kom dhënë... Po ata s'ju pranojnë juve si ministri? Kush, jo, nuk ka pas, jo s'pranojnë, ata kanë pranu, ka qenë, derisa unë kom qenë, ata kanë qenë në urdhat e mi, të gjithë. Kur 95-in, kur u shputën lidhjet institucionale, dhe unë pastaj edhe me president Rugova ram dakord se këtu
duhet vepru edhe në mënyrë jashtë institucionale dhe unë do vazhdoj deri sa mund të ndihmohet vendit. Kështu që edhe këta koordinimin e kanë bo bashkë, po unë kam marrë përsipër ndihmën e tyne dhe sepse institucione s'kjeti mo si Ministri i Mbrojtjes, si lejut që të kemi 2 ushtrim brenda ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të thotë Farku edhe OÇK-ja, çka kanë ndikuar? Jo, Farku është, unë flas deri në 95-ën flas. Prej 95-ës deri në 97-ën, 98-ën, 3-4 vjetë, qashtu. Atëherë s'ka asgjë. Shpërthen lufta në Prekas, shpërthen lufta e Jasharve. Dhe të nesërmen unë i shkruaj letër që kom publikuar edhe për Kongresin Amerikan, i dërgoj Josef Diogardit, me cilin kisha bashkëpunim dhe marrëveshje për çdo gjë që të veprojmë bashkërisht, ka ndodhur ne dhe atje dhe kontaktet me kongresmen të ndryshëm e tjera, dhe çka duhet ndërmarr Kongresi sepse shpërthej atje dhe tash jemi. Unë disha që po shpërthej lufta, ku dhe si, kur, cilën ditë jo, por dihej që po shpërthej. Dhe tash, paralelisht fillojmë ata njerë që ishin strukturum, unë me shumë ushtarak, në cyri mas pari, për t'i thirë, për t'i mobilizu, për të shku dhe fut në luft, se tash ka, shpërthej luftë ka një ushtri që dhe të bëhet lidhja në mes asaj që o qujtë shtabe komunale, ushtris njerëzve që po quhen, ose u emërtu si ushtri qërimtare, dhe të jetë një organizim, dhe ndihmum edhe me ushtarak. Oficerët cilët ishin përcaktuar për mbrojtjen e shtetit dhe të popullit Kosovës. Dhe tash, paralelisht, në linë, brenda atyre ditëve, del një fark. Paralelisht del. Prej kuj del? Del, prej qeverisë. Ne, qashtu, del me emën qeverisë. Në qeveri që kishe vetëm 2 ministra. Një kryeministër. Aty kish ministra, aty kish oficer të farkut. Dakor, oficer. Por ata oficer, ata bashkohen diku rreth 20 oficer. Diku rreth 20 oficer. Ftohet Ahmet Krasniqi, të cilin e kisha strukturu unë e qysh të dytën në Ministri të Mbrojtjes dhe kishte kriju disa projekte që i kom publiku edhe në një liber, edhe kishte qenë bashkëpunëtor i mirë, i denjë, dhe ishte ftuar tash, hajde se po formojmë tash ministri, po formojmë FARK, forcat armatosur e tjera. Dhe si përfundim, ka kontakte me ushtarak të ndryshëm, përcaktohet ose emrohet si një koordinator e tjerë, dhe fillohet tu paralelizmi në mes asaj që ishte shpërthy lufta, që quaj ushtri qërimtare e Kosovës, dhe FARK-ut. Dhe ndërkohë, unë kom kontakt me Ahmetin e me ata tjerë, dhe kanë edhe ata me mu, u jap këshilla, ju jap ndihmë, ju ofroj ndihmë e tjera, po esenca ishte se ata duhet futen në Kosovë dhe duhet futen në luftë dhe të jetë pjesë e ushtrisë qytetare. Këshilla nuk ka pas nevojë, ju është dashur me dhënë urdhra. Unë ishte se tash 95 oficer në mënyrë zyrtare, unë i kputa me ta, sepse s'funksionon 95, sepse nuk funksionoi kur gjonë e qeveri. Do të ti ke qenë i pakënaqur qysh 95. 95 unë dhash publikisht dorëheqje, s'mu pranu dorëheqje, por shkputjet për luftën, unë nuk i kputa. Pas të orientova këtë pjesët që duhet me shpërty luftën, sepse edhe i kisha dhonë fjallët. A jemi qartë. E kisha dhonë edhe fjallët për jashta, ndërmi që na do e bojmë luftën. Këto e dike edhe rrugova dhe gjithë kush e dike. Por tash kur kishin gjetë mbështetje nga faktori jashtëm, edhe kur ne kryum do struktura, se kryum bazën atje, kryum edhe oficer që ishin deklaru për të hyrë në luftë, edhe këta televizis popullore filluan me bo do aksione, notet 2, 3, 4, ka pak disa aksione, gjitha këto ishin të ndërlidhura. Dhe tash kemi pauzën, note 5 dhe note 7-800, në këtë ndërkohë, grupi i Adem Jasharit, ku ishte dhe Femive dhe Abeja Bekimi e tjerë, këta kanë pas orientimin ose sugjerimin që me shkaktu luftën. Unë me shkaktu tash luftën, se po pjekën unë me siguru misin për jashtë, dhe me siguru edhe mjete lufte,
edhe logjistik, njerëz të tjerë që pastaj kur shpërthej, këtu kemi ndihmue, kanë lëvizë të gjithë ushtarakët ata që kanë qenë përcaktuar për vendin, kanë organizu njerëz, kemi organizu bashkë e tjera, kemi ndihma përmes shoqatës Nën Tereza, me janë shku kamionat të vazhdueshëm me barna, me veshbate, po mbrenda dhe me armatime tjera. Sa i përket ndihmave, jam direkt në ngjarje sepse kam vepruar atje. Ashtu po dhe unë se i kom lëviz aty me ta tjetër. Ato janë ndihma humanitare, ta them Po, dakord, krejt, dakord. Prej shëndetësisë, në veshmbathje, të ushqimi e gjithat. Por ajo që ka... Mirë, po në teren, në luftë, në Kosovë, edhe atje pastaj ka ndodhur grupime të ndryshme. Grupime ka pas gjithherë. Ashtu. Mirë po, të krijohet. Tash, mirë mi veshune për ata, nuk e dita 95 që e largu, sepse... Edhe pse s'mu ka pranu dorëheqja, as për rrugos për rëndësia jo. Mirë po, unë kom vu kushtet për të veprim matutjeshe, ose do veproj vetë. Edhe vetë për ta... Sepse një e dimë se ka pas edhe pasoja pikrisht për shkak të këtyre. Por, pasi që veç një orë jemi veç kemi kalu, si doktor shkencave politike, si mund të përshkruni aktualitetin nga nënë shkurti 2025, pastaj zgjedhjet tjera 10 2025, përsërime 28 dhjetor, por edhe tash në këtë moment për gjithë ati ngërçi politik që ndodhi. Tash kemi edhe një diçka të tjetër të re, zgjedhjen e presidentit. Si e përshkruni atë vetë Koti? Kot, ajo po dihet. Ta thonë të drejtën tu, unë vazhdimisht prej pas luftë, po sidomos prej 2008 që tjerë kom dalë shpesh herë, vazhdimisht kur është ka nevoja me vlerësimet mia kritike, me analizat ndryshme, me deklarime e të tjera, por ky viti i fundit, edhe këto 4-5 vitet fundet të qeverisjes, kanë dalë tepër për mu, për bindjen time, ma tepër sado që ka pas dobësie, mangësie, jo funksionalizim të duhur të institucionet shtetit në të kalumen, por mu me del që këtu ka dalë dishka shumë më problematik se sa ishte ma heret, që do më thonë kjo qeveri për mu ka qenë jo funksionale, këtyne 5 vjetëve të fundit, edhe me shumë afera cilat janë theksu vazhdimisht prej në shtypë dhe në mass mediat dhe në përgjithësinë politikën kosovare, por ky viti i fundit me këto veprime unë do i quaj ekscesive juridike, edhe kushtetuese dhe të krijimit të institucioneve, mendoj që ka shkaktuar dome shumë të mëdha Kosovës dhe funksionalizimit shtetit Kosovës. Është edhe zbritja e imazhit të shtetit. Si? Edhe imazhi shtetit. Po, imazhi ka ozbe ose ka ra me të madhe, i di vlerësimet e miqve çfarë i kanë, rreth nesh, rreth Kosovës, rreth qeverisjes që shifen, po i dim edhe na vetë, por ndër tjera kjo qeveri edhe hupi miqësitë. U armiqsu me miq. Ne kemi pas fat që miqt janë orientuar në ndihmën e perëndimit për vitet 90 e vazhdimisht. Po tash është e paspjegueshme 4-5 vitet e fundit si mundet me ardhë një qeveri ose disa njerëz në pushtet me kriju asi rrethanash, asi opinioni, asi raportesh me miq sa me qenë i izoluar prej të gjithëve, a në perëndim se edhe ju jetoni në perëndim shumë kohë, është rregull, është normë, është kulturë se mos respektimi e mos falendrimi janë njësoj si një vepër. Çfarë do e keqe? Por nëse prishesh me një njeri, individ, ose me një njeri të pushtetit caktum, shtetit caktum, ti dush me di që i prishin me të gjithë. Se kjo botë e perëndimit është e lidhun, aq e lidhun kur sa unë kom kriju bindjen nga përvoja ime që tyre
prej vitet 90 këndaj sidomos me kontaktet personale dhe nga besimi që më është dhënë nga miq, se krejt perëndimi është i lidhur në një mënyrë si thosh farfisnore. E ti tash si mundesh dikën me ofendu, e me mendu si ke ofendu dhe dikën tjetër. Sikur në shkolla si është principi, fëmiu si duhet mu të sjellë atjera. U bani përpjekje për po, edhe për presidentin. Tash kemi presidentin. Tash kemi ardhur te zgjidhja kushtetuese. Vetëm këtë. U bë përpjekje për zgjedhjen e presidentit dhe dështoi. Të nesër presidentja me dekret shpallit shpërndom kuvendin e Republikës Kosovës. Menjëherë pasoi kërkesa dhe dërgesa në kushtetuese. Çka po pritni se brenda këtyre ditëve duhet vije diçka? Çka po pritni për dekretin e presidentit? Unë sipas bindjes time dhe asaj që shkruhet në kushtet, frymës kushtetutës dhe neni 86, për mu neni 86 është kryesori, edhe e para, pse ka orë deri të mos zgjidhja e presidentit, mbase u konstitue parlamenti, mbase u zos qeveria, nuk ka punu për mpindjen time qeveria ose ai që udhëhes qeverinë, kryeministri nuk ka vepruar si duhet, nuk ka zhvilluar bisedat me kohë tjera me gjetë një njerëz që do të ishte president konsensual, në pajtim me opozitën dhe të gjithë, dhe me i asiguru votat dhe me zgjedh mos me shku në krizë institucionale dhe kushtetuese. Çka mendoni për dekretin? Dhe kjo, si? Çka mendoni tash, çka do të vijë nga kushtetuesia? Po, dhe kjo zonja presidentja ka vepruar në mënyrë të drejtë, sepse aty në kushtetutë është përcaktuar brenda 30 ditëve pas ka du mandati, presidentit ka obligim, duhet, aty shkruan duhet, që të bëhen ke obligim për të shpall zgjedhjet, sepse sot zgjedh presidenti, s'ke president, mbrana ati afati 30 nuk mund zgjedhet më, se ka kalu afati që quhet procedural, edhe ka vepruar drejt. Unë jo shpresoj, unë besoj, tash tjetër është që ka vendos gjykata kushtetuese, edhe pse unë njoh, më ka ra me njoh ndonjë prej tyne, mu ka ndodhur njerëz profesionist, njerëz të profesionit, unë kam besim shumë se ata do ta zbatojnë përcaktimin kushtetues. Nenin 86 dhe ta marrin si validat vendim të presidentes edhe të shkohet në zgjedhje. E tash, atëherë do të përcakto kushtetues, atëherë prej asaj date që e theksohet, atër duhet shfallen mbi 45 ditë. Jepet mundësia kjo, sa di une, deri 31 duhet me ardhë një vendim, po ashtu si është thënë edhe me udhëzimin e gjykatës kushtetuese, edhe zonja presidenti atje ka deri me 4-5, deri me 4 i skadon 5, i skadon mandati, mbrenda 2-3-4 ditë, mbrenda ditë ka mundësi për t'i shpallë zgjedhjet. Shumë i nderuar. Unë besoj që duhet shkohen, jo besoj, jam i bindun, nëse respektohet kushtetuta, duhet shkohen në zgjedhje. Dhe gjitha variantet, duhet ta them edhe këtë për hir të opinionit, gjitha variantet që theksohen, dy mushje tjera, ato janë rastet të tjera, sikur i kanë shpjegu shumë ekspert që më kanë lënë përshtypje shumë të mirë të njerëzve profesionist, kanë dhënë shpjegime, po unë nuk di, nëse masa është çështje e vullnetit të tyre si i akceptojnë, si i pranojnë shpjegimet e tjera, por mbi të gjitha, unë jam i bindur se nëse respektohet kushtetuta, duhet shku në zgjedhje. Edhe ka vepruar drejt kur e ka shpallë, sepse s'kish mujt më vonë me bë shpalljen, kish ra çdo gjë që kish bë shkeljet kushtetues plus. Po, nëse nuk e kish. Po se kishte, po të mos i kishte. Nëse nuk e kish shpall, prap shkelje kushtetuese. Tash nëse e shpall, nëse ka shpall drejt, ajo un kam besim në ata njerëz në gjykatë kushtetuese. Doktor Nik Gjeloshi, jemi në fund të emisionit. Kam respektin në veçanti për ju, por duhet ta shtroj një pyetje pak si të ndihshme, por po flas në emër të disa ndëgjimeve se
emri juaj është lakuar pak në heshtje, por është lakuar si president konsensual i arshëm i Kosovës. Çka mendoj, edhe përmes këtij emisioni bashkë me Salisefën, edhe me televizionin Syri, mendoj se jeni ndër emrat më të rumbullaksuar që ta përfaqësoni shtetin e Republikës Kosovës si president i Kosovës. Çka mendoni ju? A ka lëviz diçka në këtë drejtim, apo është vetëm fjalë në heshtje? Ç'a të them, unë du me prek diçka më herët. Bindjet e çdo shtet, çdo shoqëri është një prej rregullave që duhet ta ketë kontinuitetin. Domthon ta ruajnë të kalumen, tashmen edhe të lëvizjen e tashm, sepse gjonat dhe shteti dhe çdo gjë politike dhe çdo veprim nuk bëhet me premje ose me vetëm nga ai moment që ti ke fillu me vepru diçka, domthon duhet ta ketë një kontinuitet. Unë kam qenë prej pas çlirimit, prej pas luftës, se pas rrugoves të vjen Baca Adem Demaçi në krye të shtetit. Ishte obligim, ishte e domosdoshme, ishte arsyeshme, ishte e nevojshme dhe po them për fatkeq nuk erdhi. Unë kam pas miqësi shumë të mëdha prej që ka dalë prej burgut me te, për gjonat më themi sekrete, më me rëndësi për çështjen, i kemi bisedu, i kemi marrë ndonjë vendim bashkarisht e tjerë, dhe kom qenë gjendje atëherë të shkoj ta ndihmoj për një arsye, sepse Evropa, Bashkimi Evropian, Unioni Evropian, ofroj pas lufte, ofroj ndihmë financiare me projekte për rindërtimin e vendit. Ky ishte motivi që unë insistoja në për njerë që duhet pas rrugovës, duhet me ardhë Demaçi. Dhe unë do e ndihmoj dhe Demaçin dhe pas Demaçit, për arsye që t'i shfrytëzoj edhe që ato fonde që mi kishin dhënë dhe mu projekte në base në Kosovë s'kishin hasë në mbështetje, se në vend projekte u kishin kërku financa lek, ndërsa lek s'ja paskush e tjera, kështu që metën pa u realizu ato, po me dhe pa u realizu ajo që të zgjedhet Adem Demaçi, që ish obligim kombëtar. 2, edhe për të ndihmu, pas Demaçit, po të këshyrët kontinuiteti, do duhet vjen një gjeloshi mbas ti për hir të krijimit shtetit, sepse edhe sot kemi mbetë ende po u formsune si shtet. Edhe sot jemi në masa të ndryshme, po mbi gjitha jemi në mbikëqyrje ndërkombëtare. Pse? Sepse nuk kemi ndërtu shtetin funksional. Dhe s'kemi vepru në fuzionimin e diçkave që... Kështu që edhe tash une kom pas një bised me një mik, ka hodh një mik ideje tjera, kom pas një bised, unë kom qenë çdo herë i gatshëm për hir edhe të mbështetjes së miqve, për hir edhe të asaj që ka mundësi për të ndërtue ose funksionalizu shteti ndryshe, jo si sot, dhe unë kom qenë i gatshëm çdo herë për të ndihmu çështjen, për të ndihmu avancimin e institucionalizimit të shtetit. Kjo që po flite që është lakuar emri juaj për president? Është në mënyrë interne, si të themi. A keni pas ju kontakte me... Unë kom pas me një mik kontakt që ai si ndërmjetësues apo diçka ngjajshëm atje, ashtu ka kërkuar me bisedu, kom bisedu, unë jam dakordu, mirë po dakordimi ka mbet mu që të shifemi me atë që është ai që po propozon, që të shifemi, ta bisedojmë bashkarisht, të shofimi orientimet ku i kemi, edhe të dakordohemi. Por nuk ka ndodhaj. Nuk i di ato, unë nuk di, basë nuk di ma tutje, por në çdo kohë unë edhe tash kom qenë dhe jam në i gatshëm për të shiqu, për të ndihmuar ndërtimin e shtetit funksional, shtetit demokratik dhe lidhjeve të miqve që unë edhe sot privatisht i kom dyert e hapura kudo që duhet, kudo që kom nevojë, e thon ndonjëherë ndonjë fjalë përmes miqve që të ndihmojmë e tjerë, mirë po
ne është fati ma që jemi kriju si shtet, ne do të shkojmë me probleme gjithfare, edhe institucionale, edhe juridike, edhe ekonomike tjera, por kryesore për ne është se ne jemi kriju shtet. I kam edhe dy pyetje për shkurt. Kjo është ma e madhja, ma kryesore. To të mbrëmshme janë sferave tjera. I kam edhe dy pyetje të cilat duhesh të më përgjigjesh shkurt, po veç në ti. Krerët e UÇK-s janë në burg në Hagë. Tash është pritet përfundimi i këtij procesi maratonik dhe për shumë kënd edhe për mua shumë i padrejt. Si e pritni këtë përfundim? Ta thom drejtën, unë di, ose kom informacion, ose kom pas, edhe para se të shkojnë ata atje. Nuk e mendu që ata do të shkojnë, po ku me dy farë grupe tjera, por mbi të gjitha nga ajo unë i njoh se cilë prej tyre, me diken kom pas ma misi, me diken ma pak misi, më ka ardhur keq dhe më vjen keq, kom pas mundësi për t'ju ndihmue, kom ndihmu diqka, bitana nëse se di ju ka ra rasti ajo, pas i shku në Hagë me 6-7 ju lexua këtë akuza e parë, ata kanë akuzuar atëherë se si ndërmarrje kriminale kanë bërë vrasje edhe ndër shqiptar katolik e tjerë dhe unë dola me një shkrim me 11-11 në 2020, domethënë 4-5 ditë pas asaj këtë akuze që ju lexu këtyre dhe me një analizë që thom UÇK kishte vetëm një qëllim, pavarësinë e Kosovës nga Serbia. Dhe pastaj jap një analizë si e kemi ndërtuar si institucion, si kemi ndërtu shtetin, si kemi fillu luftën, si kemi zhvillu luftën, si gjitha tjera, edhe se këta njerëz nuk janë ata dhe nuk janë njerëz që kanë bërë krime të tjera, në një formë i mbroj. Edhe ju hekat etiketën e vrasën mbi baza feje, sepse ne jemi një popull, një gjaku gjuhë traditët cilat fjali kom thonë në për gjithë misë që kom levizje dhe e kanë besu atë, çështja fetare të ne shqiptarët është konë gjithmonë dhe është edhe sot çështje private, edhe kështu që ne jemi një kom, edhe të tillë duhet të ekzistojmë dhe mund të ekzistojmë, ndryshe se ekzistojmë, kështu që ashtu na njeh edhe Evropa, ashtu kom shumë miq që ma kanë thonë derisa ju e keni parësore komben, ju jeni mirë. Si të villonin mbi sfera tjera të lëvizni, ju nuk do të jeni mirë. Kështu që unë jam skeptik në këtë gjyq, sepse ky është gjyq politik. Ky është gjyq politik, pavarësisht kush e din çfarë është gjyqi politik atëherë, sepse atëherë prokuroria hetusit, prokuroria edhe gjykata vendosin sipas diçka tjetërës, se është dhënë orientimi, unë kam dyshimin se këtu ekziston orientimi që lufta e ushtrisë qërimtare të Kosovës që ishte luftë për çlirimin e vendit dhe vetes, edhe drejt dhe pavarësinë e vetvetes nga okupimi shekullor serb, edhe jo vetëm okupim, po viteve të fundit ishte tendenca për spastrim etnik, atë që gjermanët tonë etnische Säuberung, edhe u pan shumë ishte bërë gjenocid. Dhe ishte bërë gjenocid, jo është qysh prej 1876 që ishte i ngjajshëm me atë gjenocid, sikur ketash mundësia edhe në 98-ën që u spastruan 850.000 vetë, kaluan kufinë në Maqedoni, në Shqipëri e tjerë, u detyruan edhe më shku në për shtetet e ndryshme tjera, kështu që kjo luftë ishte drejt dhe s'mund të vlerësohet ndryshe. Dhe e dyta, unë kam dyshimin, po them dyshimin, pavarësisht se nuk e dëshiroj atë, dhe u dëshiroj që ata të lirohen pa falur, se njësoj do të shfaqsohej edhe pjesa e luftës, por unë kam dyshimin se tu i qenë se është gjyq politik, gjyq politik, mund të jenë dhe gjykimet politike. Nik Gjeloshi, jeni autori shumë librave, shoh edhe këtu që keni 2 libra me veti.
Po, unë t'i pruna këto 2 libra, këto i gjeta, i kisha, edhe sepse ka motiv për to, pse përfaqi i gjeta këtu. Kjo është Kosova në kryq 79, humbja e subjektivitetit dhe përpjekjet pavarësi, këto e kom votu në Itali në vitin 1997. Kjo spjegon, kjo është tezë, por e cila në Zagreb, në Fakultetin e Shkencave Politike, është mshef, ose është fut në qelës për 10 vjetë që mos ta heton Miloševiqi, për ndryshe do të dënohesha sipas tyre atëherë shumë vjetë. E kështu që ka mbet kjo spjegon krejt si prej luftave ballkanike, aspektet juridike, politike e tjera, Falenderoj, por edhe deri te vitin 90, qysh kemi hupna, qysh e hupën shtetin, edhe pastaj i ke këtu edhe me dokumente e tjera, me fusnota e tjera, është një libër që ka mujt me më kushtue 10 vjetë. Por, ky tjetri është, dhe unë ta dhuroj. Unë të falenderoj shumë. Opa, të kemi këto. Dhe kjo i Ministria e Mbrojtjes, se jo me këtë, Ministria e Mbrojtjes e Republikës së 1995, se shef këtu, kjo tash lidhet me lidhet me pjesën. Tu qka? Kjo veprimtarie që këtu shkollë e ndërtimit të sistemit, institucioneve edhe veçmas Ministrisë Mbrojtjes e tjera, deri te burgosit e tjera çfarë ka ndodhur, kjo libër është produkt i sipas asaj që unë jam dënu në 95-ën në gjykatën federative supreme ushtarake në mungesë me 10 vjetë burg si ministri i mbrojtjes i tashtuqujtërës, si që thoksojnë atje në atë vendim, Republika Kosovës e Ibrahim Rogozës, ministri i mbrojtjes i Republikës Kosovës e Ibrahim Rogozës, i cili si minister ka organizuar ndërtimin e Ministrinë e Mbrojtjes dhe qëllimi i tij ka qenë luftë armatosur kundër shtetit dhe popujve të Jugosllavisë atje. Plus janë sanksione shumë të mëdha. Dhe këto kom doshta jap. Ajo që kom pas me marr 10 vjet, kjo që i kom marr 10 vjet pa e shkruar. Por në mungesë, edhe sot, po, si i tillë. Kështu që, tjera s'pata mundësi, edhe si pata, po. As tjetër si kom shërby, kom shmetu, por... Unë nuk e kom pas fatin të në mujë, kom kryot. Kom dëgjue, qashtu. Po, që ka kemi bo kështu, ka qenë jetë, po. Ndëruar shikus, ishte vërtet kënaqësi. Unë kërkoj falje që nuk ka mundësi më tepër, sepse është planifiku për 45-50 minuta, jemi që gati veç 90 minuta bashkë. Kështu që ju falenderoj dhe kërkoj falje që po ju ngarkojmë pak, por ishte vërtet kënaqësi. Kështu që shihemi në emisionet tona tjera të radhës. Ju falenderit për gjithçka. Faleminderit dhe juve dhe suksese në emisionet që i përgatitë. Faleminderit shumë. Dhe ju hajsi. Faleminderit.